Kanë mbi 390 gjohën se nuk ka bëj komente të qytetarëve. A dhe menimajt ako ko më me të gjitha? A da ako gjatë që shtyhet vendimi me formuar vendimi për rritje e çmimit menimajt po më shtyhet vendimi. Ne jemi ka punojmë maksimalisht me orare të stërgjatur se secili koment që ka ardhur mu adresu dhe për secilin koment me pas përgjigje. Besoj që do të arrijmë dhe jemi do të 11 i përmbledhëm komentet në formë të shkruar dhe përgjigjet në formë të shkruar. Dhe besoj që me do të 11 mundemi me qenë i gatshëm, përpos do arsye që mund na ndodh ndërkohë në kompleksitet në raport me përgjigjet ose në raport me kalkulimet. Përputhje me nenin 15 dhe nenin 16 janë përcaktuar që rregullatori gjatë procesit të tarifave duhet të reflektoj kostet e shërbimit në tarifat që paguajnë qytetarët e vendit tonë. Do të thonë çdo gjë do të jetë në përputhje me në kostet që shkaktohen. Ndërsa sa i përket konsumatorëve që janë vulnerabël ose konsumatorët që janë të ndjeshëm, për këtë çështje domosdoshmë duhet kujdeset Ministria e Përkatëse, Ministria e Financave, po rregullatori në detyrën e saj e ka që kostet të cilat janë të shkaktuar dhe të arsyeshme të merr në bazë në shështim të kalkulimit të tarifave dhe të reflektoj kostën e drejtë dhe të arsyeshme për konsumatorin. Sigurisht që rregullatori e ka edhe obligimin dhe detyrën që t'i mbrojë interesat e konsumatorit për aq sa rregullatori ka kompetencë në bazuar me ligj. Në momentin kur kemi publikuar raportin e konsultimit publik, kemi deklaruar që në mesatare pritet një rritje për 15%. Kjo rritje për 15%, siç e po më në prezantim, janë shkaktari kryesor. Po, edhe shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka bërë. Kjo shkaktari kryesor do të thotë nuk ka përshtatje tjera që kanë ndikuar në këtë 15%. Kemi të sigurt që edhe në raport me investimet, edhe në raport me vlerat tjera të efikasitetit, edhe në raport me lakurën e fundjeve, rregullatori i ka njohur vetëm ato që i ka njohur gjatë procesit të shështimeve politike. Do të thotë, për sqarim, ta kemi të qartë. Çdo investim i cili miratohet prej rregullatorit hyn në tarifa në momentin kur konsumatorët marrin shërbim prej atij investimi. Lakurja e nivelit humbjeve, çdo mesatare e nivelit humbjeve që rregullatori e ka përcaktuar dhe e ka vendosur është në ato parametra dhe çdo volum i energjisë elektrike tjetër nuk paguhet për konsumatorët për barrën e merr ndërmore. Në këtë rast është hera e parë që prej vitit 2013 kur ka ndodhur privatizimi, që operatori i sistemit të shpërndarjes ka arritur në parametrat që i ka vendosur rregullatori për zhvillimin e humbjeve. Do të thotë shkaktarët kryesor për rritjen e propozuar të tarifave është çmimi i shkaktuar i energjisë elektrike dhe duhet ta kemi në konsideratë edhe një fakt tjetër, se gjatë këtij viti njësitë e Kosovës do të jenë ndërmend për një kohë gjatë dhe kërkesa për import energjisë elektrike është e domosdoshme për me mujtë me siguru furnizim qëndrueshëm për konsumatorët e tjerë.